Prestigjioza amerikane The New York Times ka përzgjedhur filmin shqiptar Pik Ujë të regjisorit Robert Putina si një nga 5 filmat ndërkombëtar që nuk duhen humbur këtë muaj. Ky vlerësim e vendos Shqipërinë fuqishëm në hartën e kinematografisë botërore. Në artikullin e saj, kritikja e kinemas Devika Gjirish e përshkruan filmin si një pasurim të errët pushtetit dhe degradimit moral. Sipas saj, Putina i mbështjell personazhet në një atmosferë të zymt me nuanca blu dhe gri, duke theksuar kalbëzimin e thellë që fshihet në jetën e të pasurve dhe të fuqishmëve. Historia e filmit ndjek jetën e Aidës, të interpretuar nga aktoreja Gresa Ballaska, një grua me pushtet që sheh botën e saj trënohet, kur i biri akuzohet për përdhunim. Krahas saj, aktorët Arben Bayraktaraj dhe Janku Paulo sjellin në ekran personazhe ndërlikuara që ekspozojnë korrupsionin, mizologjinë dhe rënimin e iluzioneve. Putina ka treguar dhe më herët se titulli Pik Ujë lidhet me metaforën e gotës Pitagorës, një simbol i kufive moral dhe shpërthimit që ndodh kur ato tejkalohen. Një histori shqiptare duhet flasë për publikun evropian, u shpreh regjizori, duke shtuar se filmi tashmë ka patur sukses si brenda vendit ashtu dhe në festivalet ndërkombëtare.